Ka pasur një ngjarje mjaft të rëndë në Podujev ku 3 persona kanë humbur jetën. Për folur mbi rrethanat e ngjarjes kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Faton Mehmeti. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje. Faleminderit. Zoti Mehmeti, çfarë ka ndodhur realisht në Podujev? Po, pra në Podujev ka ndodhur pra një vrasje nga Ardita Goshi, e cila ka qelluar me orë tashmë ishte dashurin e saj, Ilas Brahimin, i cili ka ngelur i vdekur në vend. Të kujtojmë që ngjarja pra ka ndodhur ditën e djeshëm, pra të dielën, ku Ardita diku thuhet që nga ora 15 dikun e ka thirrë Ilazin dhe i ka thënë që duhet të vijë te shtëpia e saj, se ai ishte vetëm në shtëpi dhe se duhen të sqarohen diçka. Ilazi ka marrë veturën e tij Volkswagen dhe ka shkuar dhe ka bërë të ditur tashmë Arditës se është afër shtëpisë, ajo ka dalë, kanë një fut në veturë dhe pas pak minutash ajo ka qelluar në drejtim të tij. Kështu që pastaj ngjarja bëhet edhe akoma më tragjike dhe më si thua më groteske në kuptimin që Ardita qëllon edhe gruan e xhaxhait pra Miradie Goshin, 73 vjeçare, e cilën e qëllon edhe e fut brenda në shtëpinë e saj, meqense se thash që Ardita familjarët e saj nuk i kishte aty, është fut në shtëpinë e xhaxhait, ka qelluar gruan e xhaxhait dhe ajo përveç tjera nuk ishte vetëm shtëpi, ishte me nusën e djalit edhe fëmijët të cilët e kanë parë këtë merë dhe për diku më shumë se një orë Ardita i ka mbajtur edhe peng dhe pastaj kur ka dëgjuar se sinjalistikën e policisë, ajo ka qelluar edhe vetën në kokë me armë, nga të cilat pastaj edhe ka ndruar jetë në qendrën klinikë universitare në Prishtinë, jo vetëm ajo, po edhe Miradia, pra grua e xhaxhait. Kështu që tashmë pra janë 3 viktima në Podujev. Ilozi ishte nga një fshat i komunës Zobiliqit, derisa Ardita ishte vetëm 31 vjeçare dhe Ilozi thuhet që është dikun nga 43 deri 45 vjeç. Kështu që kjo është ajo çfarë ka ndodhur dhe në Kosovë nuk është se kemi pas raste kur gratë kanë vrarë burrat, e kundërta ka ndodhur disa herë, mirë po krime të kësaj natyre nuk është se kanë ekzistuar në Kosovë. Prandaj është një lajm bombastik edhe jashtëzakonisht shumë i rëndë. Fatona, kemi dieni se çfarë ka ndodhur pra mbi rrethanat e ngjarjes? Për çfarë konflikti ka pasur që ka shkuar deri këtu? Po, se fillimisht sipas informacionit të fundit Ilazi ka qenë i martuar ose nuk e kam të konfirmuar këtë informacion, po duket që ka qenë i martuar, prandaj edhe Ardita nuk e ka duru dot faktin që ai po rikthehet familjes, sepse Ilazi kishte së fundi kishte tentuar të rikthehet tek familja e tij, me çka Ardita nuk ose ka pranuar këtë, prandaj ka qelluar në drejtim të tij. Pra bëhet fjalë për një krim pasioni që me Arditën, e cila nuk ka arritur do ta përballoj ndarjen nga tashmë ishi dashur Ilazi, i cili kishte bërë me dije se tashmë lidha mes tyre po përfundonte. Gjithashtu informacione tjera janë se çifti ka pasur konflikte të vazhdueshme, po në mentalitetin tonë si shqiptar, nëse ne nuk ose i raportojmë këto raste me idenë që do të bëhet mirë dhe duket se ajo nuk ka ndodhur, por ka ndodhur diçka shumë më keq, pra një tragjedi ku ka marrë jetën 3 persona. Pra kemi një krim pasionit. A ka pasur prononcim të familjarëve që kanë çfarë Jo, kanë deklaruar? Jo, nuk është se kanë pasur, vetëm familja e Ilazit fakt kanë bërë një postim në rrjetet sociale, ata kanë njoftuar se varrimi i Ilazit do të bëhet nesër në ora 12:30, derisa nuk kanë pranuar për të prononcuar për rastin asnjëra prej familjeve dhe me policinë e cila po kujdeset pra për sigurinë e familjes që mos ketë ndonjë hakmarrje mes familjeve, kështu që nuk ose ka pasur deri më tani prononcim, pavarësisht mediave që kanë insistuar për të marrë mirë, po familjarët kanë qenë hermetikisht
pra në këtë drejtim, kështu që kanë qenë të pak informacionet vetëm ato që kanë mund të dalin në mënyrë jo zyrtare, po them nga të afërmi që i kanë njohur, mirë po jo nga familja. Faton punusën e Xhaxhait për çfarë e ka marrë peng? Ky është misteri më i madh gjithë këtë histori. Dyshimet janë se ajo ka qenë e përfshirë, ose është tjetra që ardita në kushtet të një gjendje të rënd, si me thonë, psikike e ka qëlluar, sepse me të dëgjuar çtënat ajo ka dalur nga shtëpia për të parë çfarë ka ndodhur ardita më njëherë, pasi është futur në barr, ka qëlluar në drejtim të saj. Ky është një prej versioneve, dhe versioni tjetër është që ardita është futur në shtëpi dhe nusja që ka qenë me fëmijët i ka thonë për që të dalë në dhomën tjetër derisa duhet të flasë diçka me këtë dhe pastaj ka qelluar. Mirë po ky version duket më pak bindës kuptimin sepse nusja pra që ka qenë në shtëpi sipas informacioneve pra të sigurta ka qenë peng për një orë së bashku tashmë me vjerën e cila është o qelluar nga ardita dhe në mungesë në pamundësi për të përballuar plagëve e ka ndruar jetë. Pra ky versioni pra më i saktë deri më tani që ardita me të futur në barr ka qelluar në drejtim të saj sepse ishte në një gjendje të rëndë emocionale, pastaj e ka qelluar në derë të shtëpisë dhe është futur bashkë me të në shtëpi dhe nuk e ka lënë askënd që të dalë nga shtëpia. Kështu derisa ka dëgjuar se policia po afrohet, atëherë ka qelluar edhe veten me një plom në kokë. Mirë po në moment nuk ka vdek ardita, kanë arrit që ta dërgoj në spital dhe ku edhe ka ndruar jetë sepse plaga ishte vërtet shumë e rëndë dhe e pa sanuar edhe nga mjek cilët nuk kanë arritur që ta mbojnë në jetë as arditën as gruan e Xhaxhait, pra Miradije Gashin, 73 vjeçë, ndërsa ardita ishte vetëm 31 vjeç. A ka pasur informacion më përpara për ndonjë konflikt të mundshëm? Jo, nuk ka pas. Ne kam kontaktuar edhe nga policia, pra nga burimet zyrtare, ata kanë thënë që nuk ose kam pas ndonjë rast të raportuar përveç familjarëve të cilët edhe ata nuk kanë pranuar, mirë po njerëz që i kanë njohur pra rrethi pak më i gjerë në të dy fshatrat e kanë pranuar që kanë dëgjuar se në mes çiftit ka pasur disa herë grindje edhe pakënaqësi edhe kanë pas si thuash edhe akuza të rënda ndaj njëri tjetrit, mirë po zyrtarisht në organet e policisë nuk rezulton të ketë pasur ndonjë denoncim dhe kjo në thash edhe në fillim është një mendësi shqiptare që gjërat i mbojnë të fshehura dhe ne kemi jetuar në një sistem komunist, në një sistem tegër të Serbisë ku çdo rast që e ke raportuar në polici je konsideruar spion, derisa duket se kjo si thuash po vazhdon ende, po njerëz po harrojnë që çdo paralajmërim në polici do është një akt trimërie edhe sepse mund ta parandalojnë një tragjedi nëse do të ishte raportuar ose unë besoj që do të kishte pasur mundësi që të evitohet ky rast, mirë po në pamundësitë kësaj ka ndodhur kjo tragjedi ku 3 persona kanë marrë jetë. Mirë po e gjithë në këtë histori pra mës enigma mbetet gruaja e Xhaxhait, se çfarë roli ka pas. A ka qenë afërt me Ilazin, a ka qenë i njohur dhe a e ka njohur Ilazi pra përmes pra Miradije Gashit, a e ka njohur arditën apo si është puna. Pra këtë nuk kemi arritur deri më tani ta marrim këtë informacion. Besoj që gjatë ditës së nesërme edhe ky informacion do të merret dhe do të sepse në gjithë këtë dinamik kjo është ngjarja që për ta rrumbullaksuar po si thua gjithë këtë puzzle-ën e gjithë kësaj ngjarje mungon pikërisht ky element, kjo ngjarje për ta zbërthyer për ta kuptuar se çfarë ka ndodhur. Po Ilazi ka qenë i martuar, pra ka qenë një lidhje jashtëmartësore apo? Po duket që po, informacionet janë që ka qenë pra, ka qenë i martuar dhe ka pas një lidhje jo pra me arditje jo pra një lidhje jashtëmartësore,
Po Ardita duket që ka pasur një premtim nga Ilazi se do të ndohet tashmë nga gruaja dhe në momentin kur ai ka thënë që nuk mund më ta lë dhe kjo atëherë ka qelluar. Sepse të kujtojmë që Ardita ishte përgatitur për ta vrarë sepse ajo ka qëndruar afër në bord shtëpisë, kishte qëndruar me orë në dorë qysh më herët, pra nuk është një vrasje që është bërë në afekt. Vrasja gruas Xhaxhait mund të ketë qenë në afekt, mirë po e Ilazit ka qenë një vrasje e planifikuar. Aton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.